që nga 7 tetori 2023, 237 gazetar janë vrarë në lindjen e mesme, shumica dërmuese në rripin e Gazës. sipas raportit më të fundit të Komitetit për Mbrojtjen e Gazetarëve. Raporti akuzon Izraelin si përgjegjës për 95% të vrasjeve, duke e përshkruar situatën si përpjekje më vdekjepruese dhe më të qëllimshme për të heshtur shtypin që është dokumentuar ndonjëherë. Sipas raportit, 3 nga 4 gazetarë të vrarë në botë gjatë 2 viteve të fundit kanë qenë palestinezë në Gaza, ndërsa përveç vrasjeve, raportohen edhe 162 gazetarë të plagosur dhe 92 të burgosur në rajon. Në publikim thuhet se gazetarët palestinezë po shënjestrohen, kërcënohen dhe torturohen nga forcat izraelite, ndërsa në disa raste janë përballur edhe me ngacmime nga Hamasi. Komiteti i bën thirrje Bashkësisë Ndërkombëtare të kërkojë llogaridhënie nga Izraeli për sulme ndaj gazetarëve, të garantojë akses të pavarur të mediave në Gaza dhe të sigurojë korridore humanitare për punonjësit e medias. Raporti thekson gjithashtu se përveç Gazës, viktima janë regjistruar edhe në Yemen, Liban, Iran dhe Izrael.